Sektori për punë të brendshme Tetov thot se ka marrë një sërmasash dhe veprimesh në kushte dimrore për qarkullim të papenguar në Mavrov dhe Kodrën e Diellit. Sektori për punë të brendshme Tetov vepron sipas planit vjetor për veprim në kushte dimrore në qendrat rekreative dimrore Mavrov dhe Kodra e Diellit, por edhe në të gjithë rajonin që mbulon. Ashtu si vitin e kaluar, edhe këtë vit në zonat e Mavrovës dhe Kodrës së Diellit po vendoset qarkullimi rrethor i lëvizjes së automjeteve për të shmangur çdo lloj bllokimi të rrugës. Megjithatë, për shkak të disa shoferëve të papërgjegjshëm që nuk e respektojnë këtë rregull, vjen deri tek bllokimi i plot i trafikut. Gjithashtu problem paraqet edhe parkimi i automjeteve përgjatë rrugës, gjë që pamundëson institucionet kompetente për pastrimin e plot të rrugës dhe në këtë mënyrë vështirësohet edhe më shumë qarkullimi. Përkatësisht në disa pjesë të rrugës drejt Mavrovës nuk ka mundësi për qarkullim në dy drejtime. Para fillimit të sezonit, sektori për parandalim pranë sektorit për punë të brendshme Tetov në disa raste ka mbajtur takime me menaxher dhe pronar të hoteleve dhe objekteve hotelerike në këto dy lokalitete turistike, ku u është treguar që të ndërmarrin masa e duhura në fush veprimin e tyre për sigurinë e vizitorëve, si dhe në drejtim të sigurimit të një numri të mjaftueshëm të vendeve të parkimit për klientët e tyre. Për të mos u përsëritur situata e viteve të kaluara në Mavrov dhe në Kodrën e Diellit, kur sektori për punë të brendshme Tetov angazhoi zyrtar policor shtesë nga departamentet e tjera policore për rregullimin fizik të automjeteve, SPB Tetov u bën apel qytetarëve të respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit, të mos i parkojnë automjetet e tyre në korsinë e rrugës, të respektojnë urdhrat e zyrtarëve policor, të mos nisen drejt këtyre lokacioneve pa pajisje përkatëse dimrore. Vetëm në këtë mënyrë të gjithë së bashku do të kontribuojnë për siguri më të madhe në trafik. Sektori për punë të brendshme Tetov njofton qytetarët se do të angazhohen edhe shërbimet e Merimangës së Tetovës dhe Gostivarit sa herë që ndonjë automjet pengon trafikun, ai do të tërhiqet dhe pronari do të sanksionohet sipas ligjit.